Ministra e Ekonomisë Milva Ekonomi ka qartësuar ditën e sotme duke u shprehur se 95% e kompanive të call center në Shqipëri nuk preken nga ligji i miratuar në Itali 2 ditë më parë. Nuk ka më panik. Ministra e Ekonomisë Milva Ekonomi qetëson sot duke u shprehur se 95% e kompanive të call center në Shqipëri nuk preken nga ligji i miratuar në Itali 2 ditë më parë. Ministra e Ekonomisë Milva Ekonomi deklaroi se edhe ai 5% që preket ka kohë mjaftueshëm për të ristrukturuar dhe për të mos u mbyllur edhe pas nisjes së zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër, Ministra e Ekonomi deklaroi se janë duke negociuar me Italinë në mënyrë që Shqipëria të përjashtohet nga efektet e këtij ligji. Ligji i call centerave është pjesë e ligjit buxhetit në Itali dhe në fakt ai kërkon të rregullojë aktivitetin informal të call centerave në Itali. Duke dashur të rregullojë këtë gjë, mund të ketë një pasojë dhe në Shqipëri, por jo aq sa ne po e dëgjojmë së fundmi, sepse në fakt ai rregullon më shumë ato që kanë të bëjnë me inbound, me shkëmbime telefonike që bëjnë brenda territorit. Në Shqipëri funksionojnë më shumë outbound, ndërkohë që ai ka lënë dhe kohë atyre